إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا عباد الله فلنرم الله سبحانه وتعالى I cili na ka kriju dhe na ka veçu nga gjitha krijesat walillahi alhamd. Na ka bo prej njerëzve të cilët kanë besuar Allahun xhallahu ala dhe pejgamberin Allah subhanahu wa taala. Ku salat dhe selamet tonë e dërgoi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik, të cilët ndihmuan në prapin në mision të shehit fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Që për këtë fjali Allahu e ka kriju këtë gjithësi dhe ka ngarkuar njeriu me këtë amanet dhe kërkon nga njeriu që këtë ta besoj, ta deklaroj, sepse ky është qelësi i xhenetit. Ai që e ka të futet në xhenet, ai që nuk e ka fjalën la ilaha illa Allah, nuk e beson atë, e nuk e deklaron atë, e nuk e din atë, ai nuk do të jetë i banorëve të xhenetit, pa marrë parasysh kush është ai apo ajo. Të nderuar vëllezër musliman, ne do të fillojmë një cikël të ri të ligjëratave në hutbe të përmbledhura disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I përmend në hadithet e tij nga 3 gjëra të rëndësishme. Ku me neve sot është një hadith I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, ku thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha. Se vërtet Allahu dëshiron juve 3 gjëra, I kërkon pra për juve 3 gjëra dhe I urren nga ju 3 gjëra. E ato të cilat Zoti I don, fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. E para gjë që Zoti për juve e dëshiron është që të adhuroni vetëm Allahun dhe të mos I bëni shok atij. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Gjithashtu Allahu atë që e don për juve është që të kapni për fenë Allahut, për litarin e Allahut të gjithë dhe të mos porunçoheni mes vete. Wa an tanasihu man wala Allahu amrakum. Dhe të këshilloni apo të jeni respektues e atij I cili është udhëheqësi juaj. Kurse vazhdon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: wa yakrahu lakum thalatha, dhe Zoti I urren 3 gjëra, këtë do ta shohim javën e ardhshme me idhnin e Taala. Ato 3 gjëra që Zoti xhaleshanu wa xhelaluhu I don, neve që lexuam në këtë hadith të Buhariut të cilën e transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu për juve I don 3 gjëra dhe I mohon 3 dhe I urren 3 gjëra. Kur ndonë dhe shiqojmë fillimin e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe retorika pejgamberit e si është shprehur para xhamatit, para muslimanëve, para sahabëve është që ti mojnë mend mirë. Jo që veç 3 gjëra I do Zoti e ma shumë nuk don, ose 3 gjëra Zoti I urren e tjera nuk urren, por këtu janë kryesoret të cilat I ka përmbledh pejgamberi me pak fjalë. Fol pak e mosh më menin, e ti moj mend. Për ti mojtur mend, çka don Zoti xhallahu ala dhe çka e urren Zoti, atë çka e don Zoti do të flasim sot. Atë çka e urren Zoti do të flasim javën e ardhshme me bi'idhnillahi ta'ala.
të mos I përzim dy temat me qëllim se Allahu don diçka dhe urren diçka. E atë që e don Allahu xhallahu ala an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Aja e para dhe më e madhja për të cilin jemi krijuar. Dhe Allahu xhallahu ala ka thonë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk I kam krijuar gjin dhe njerëzit për asgjë, vetëm që të më adhurojnë. Thot Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu gjithashtu në Kur'an: "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Dhe thot gjithashtu Allahu xhalla wa ala: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء." O njerëz, nuk kem krijuar juve as ata që janë para jush, përveç të adhuroni Allah. Ja ayyuhan nasu u'budu, o njerëz, adhuroni Zotin e ju I cili ka kriju juve dhe ata të cilët ishin para jush. Për çka me adhuru Allahun? La'allakum tattaqun. Doshta do të bëheni të devotshëm. Doshta do të keni një frikë, respekt ndaj krijuesit të juaj, I cili ju ka gjithë të mira që Allahu xhallahu ala thot: "Wa in tu'addu ni'matallahi la tuhsuha." Edhe nëse I numëroni dhuntit e Zotit, çfarë dhunti Zoti ju ka dhënë, o njerëz? Na ju do numëroj dhuntit e Allahu xhallahu shanuhu wa jalla jalaluhu. Nuk do të mundesh mi numëru. Sa që shkoj të pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam në njeri I vëbekt, fukara I det, dhe kërkoj lëmosh sadakat të pejgamberi Allah. Zakonisht, ata të cilët të shtrin dorën, banë servil, kërkojnë dhe mënyrën më të rehese që më arrit më të shtin gjuna aty, më të marrë diçka. Kur shkoj të pejgamberi tha: "Ja Rasulullah, ka një njeri më I vëbekti në botë që ekziston. Ka një njeri robi Allahut, fukara I tek, nuk ka kur gjë." Pejgamberi I kërkon mosh, nuk ishte nevojë që t'i thonë të gjithë to fjali. Ai I cili shkon të derën e tij trokete, ai kishte më ndihmue. Por për fat keq të këtij personi nuk ishte asgjë në arkën e shtetit islam, asgjë nga sadakaja, asgjë nga zakati për t'i ndihmuar. Po kur e sheh gjendjen e tij se ai është në gjendje të rëndë dhe fukarullahu vëllezër është derë e hekrit, fukarullahu njeriu në çon derë të armikut, fukarullahu njeriu në çon në shirk, fukarullahu njeriu në largon nga Islami, fukarullahu e shtin me shit gjithçka çka ka për me arrit atë që dëshiron dhe harron njeriu oti I varfër. Të gjithë jemi të varfër të Allahut dhe ai që ka miliona, sepse ne jemi bitë e Allahut, jemi krijesat e Allahut, bitë e vdekjes, ku do të vdesim të gjithë do të dalim për Allahu, vishku ashtu që kemi ardhur këtë dunja, me brejasht e veprat tona të cilat I kemi bërë. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mirë robi Allahut, ti më thëje një njeri shumë I varfër, pa asgjë, po besoj. Ti meriton më të thonë, por duhe një kusht e kam. Ne po dëshirojna më thonë ty diçka nga ndihmat që ti kërkon. Por një kusht e kam. A na jep njeri në sy, e në që ka të dush, nga të mirat të Zotit që I këtë qita. Një në sy, në zedhe, e dhana. Thot ja Rasulullah, nuk mëj me bërë një gjëtim. Thot më madhon, botën më madhon, gjysën e të jetë më madhon. Krejt të jetë që të popullit, nuk e bërë një gjëtëtim. Mashallah. Po të dy sytë, nuk ka pesh, pasuria asgjë. Po I thot, a bënë ka vetë men që Zotit I ka dhënë dhe shtetën më në e dhënë, na për dhëmë që ka të dush kërka. Thot ja Rasulullah, jo. Ju këthi pejgamberi I thënë. A përshet që ti ke më I pasurin botë? A përshet që je më I pasurin botë e të dunjaja me pasurin që është? Nuk e kanë vlerën e syve dhe mendjes tone. O robi Allahut, kish frikë Zotit xhallahu ala. Thot vallahi,
Nuk të dalë mi mendua këto do të ditë Zotit dhe ta shëtutje nuk do të kërkoj kur. Do të jem falendërues. Dhe Allahu xhallahu ala ka thonë, e nëse e falenderoni Allahun, Allahu ju është bereqit. Dhe filloj të robi Allahut, gjithherë me qenë falendërues. Dhe Allahu ja shtoi bereqetin, ma nuk pat nevojë me lyp. O ju të cilët lypni, o ju të cilët jeni të varfër, o ne të gjithë jemi të varfër, falenderojmë Allahun nëse dojmë Allahun me ne shtu të mirat të tina, të cilët janë të panumërta. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Allahu ka thënë në Kur'an në hadithin kutsi, o rob të mi, sikur i parë dhe imami, njerëz dhe gjinët, të bashkohen në një zemër dhe të kërkojnë secili nga Zoti. Dhe të kërkojnë nga Zoti, çka të që të kërkojnë Zoti do të jetë. Dhe nuk mungohet asgjë nga Zoti, nësa mund nxjerrën gjelpona diçka nga deti. Gjelpona nxjerr ujë me deti, aq nxjerr, aq pakohet krejt milionat e njerëz me kërku nga Allahu xhallahu ala. Por të gjithë këta njerëz i kanë të garantuar buxhetin e ai buxhet është në dorën e krijuesit, e jo në dorën e pushtetit dhe parlamentit. Valim po, mundim po, për ata duhet puna, për ata duhet puna. E Allahu xhalla shanu wa jalla jalalu wa njerëz po thot, Allahu xhallahu ala po thot, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kuptoni. Rëni rahat, qenë, mos o frikësoni. Se as nuk e ki problemin e rrezikut, as e ki problemin e nafakës, as e ki problemin e asgjës, Zot të jetës, Zoti ti ka garantua ato. Si vjetë do t'i kish mirë, vitin tjetër pak ma keq, tjetër vetë edhe ma mirë, këto e mbaticat dhe zbaticat e jetës, por një gjë Zoti nga ti kërkon dhe ti je i lirë në të vendosësh po dhe jo. A je adhuruesi Allahut ajo? A je falenderuesi Allahut ajo? E qka është ibadeti? Qka kuptojmë ma hi e ibadet? Qka kuptojmë me fjallën ibadet? Ibadeti është çdo gjë që Zoti e dëshiron dhe ka urdhëruar në të. Çdo gjë që Zoti e don dhe ka urdhëruar në të, është ibadet. Ka urdhëruar Allahu më fal, është ibadet. Ka urdhëruar Allahu mos më vjen, është ibadet. Ka urdhëruar Allahu më respektu, është ibadet. Çdo gjë që Allahu ka urdhëruar, është ibadet. Dhe çdo gjë që Zoti ka ndaluar dhe ti largosh, është ibadet. A di çdo më thon, s'ka pirë aty kur s'ka pirë, është ibadet edhe se kësi ke ros humtra ki asë një herë. Atëherë qka? Jetë të bëni ibadet që ti nuk jati vlerën. Jo e që në përri jashtë. Po ti në çdo moment, llogarite, kur njeriu nuk është duke e vepruar një haram për hatër të Zotit, se Allahu ja urren, ajo është një ibadet i cili në çdo sekundë, 100 sekundit e ka për shpërblimin e Allahut xhallahu ala. Na folësh drejtën dhe ka shpërblimin e drejtës të, namazit drejtës dihet. Shpërbimi namazit, drejtës e gjumos, e ka shpërbimin e vetë. E di, por deri se te dikun. Po namazit, ndalimin nga haramet, që njëjtë në kohë, mos me hime, së me i fut, mund haram, është më prioritet. Prioritet i man, është ibadet që ka të bëjë çdo sekond dhe moment. Çdo moment dhe sekond ti mund në shku me pi një gotë raki. Kus mund më të nalë ty? Apo një birë? Por ti nuk e bën një gjë të tillë, edhe pse e don atë. Edhe pse e don drogën nuk e përdor. Mundësit janë të shumta me përdor atë. Po se bën. Por hatër se Zoti e ka dhënë shëndetin, ka dhënë Allahu punë shëndetin, ata që e ruajnë shëndetin është ibadet i madh. Sikur ai që ka diabetin e ruhet nga ushqimet që i bëjnë don, edhe ai është ibadet. Ose ti kanë mundën pasuli. E mundën pasuli. Dhe nuk e mundon luftin që Zoti ja ka krijuar, në cilë probleme tjera, dhe ruhet, çdo ruaj që është e dëmshme dhe ruaj shëndetin, ti e ki vlerën e ibadetit Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu. Dhe e kundërta ai ibadetit është shirku. Që shirku kemi folur për të dhe kur nuk do të ndalem duke folur, sepse pejgamberi më i shumti që ka jetuar ka folur për shirkun.
Për që të që të folë, e të abuduhu e në të shriku bihi shëja, kejt pejgamberët e Zotit e ndërgu. E I pari që ka mëjtë bajraktarin, bajrakun e kësaj dhe ka pos të lashë mas shumëti, që njerëzit me budallëlliqet e tyre mi larguën nga rrugë e drejtit, ka qenë Hazreti Nuh a.s. Po, pejgamberi a.s. për 23 vjetë arriti me po me sytë e vetë rezultate. Ku Allah Gjelluale tha, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dhe I sheh njerëzit me sytë tu ka hi grupe. Jo ka një fej, që ka fillu në Islam, po me grupe, me fise, me mahom, me qytete ka hi në Islam të pranuar, me perandëri, që pranuar perandëri të ndryshme, Islami. E po me sy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po Nuh alayhis salam, ja. 950 vjet thirrri në gruën e vetë, djalin e vetë, mujti me qitë rukë vetë. Sugarin e vogël, e punin oma për veti, e mërken oma me veti, këtë shonte, dhe e edukoj, e largoj nga babës dhe pejgamber, sa që ma nuk e adhuroj Zotin një, po qa I fënte nona, fënte. Dhe kur hipën anije, nuk hipë gruë djali vogël, hipë e djali jem. I kështë 4 djemë një Nuh alayhis salam. 3 djemë hipën me në pejgamberin e Zotit Nuh alayhis salam, 3 mëjt, një vaglia, e dashti shumë e dashti pejgamberi Allah. Nuh. Jo, tha babo në të të rritë dajt me nomën. Ma o prese dajt e nomën, e ka ta kej që rritë, kam I zote, kam I bon, kam I myt me të fanë. Jo, babo, dhe të bjesë që I satë mundet, tha ku me himi qatë kodrën ati nalë, së me rujet. Logikë, për që është matematikë, po e 4 dhe 4 bëjtet, më nuk muj me bëna. E me matematikën e tina, që himi kodrën dhe mos e rogë. Nashta, qëtë ku jena, më bëna I tufanë është mesi detit, mesi uj, lërë të janë bidetarët dhe nëndetarë, I dini këtë të pamisë. Ata e shka? Mbet ato të luat 70 metra, ka hip uj. Mi qatë kodrën më të lartë, ikët me e lartë, ta që ka qenë. E pasër Allahu Gjelluala, dhe kërkoj nga Allahu Gjelluala, Nuh e o Zotën ke premtu se ku më ta pështu familjen, gruja dhe djali dhe gruja ime. Qa I tha Allah? Mos të luftë se ata s'kanë qenë për familjes tonë. Qa të më thonë kjo? Mos të balë gruja e mura ato me dikon tjetër? Jo, si shqiptarë të bëlla që të djali gruës o rëpet dikuna. Qa pëthu grusune? A pëthu lavira? Do gruja jote me këshje pata, kjo është në shpimi më në madhe që I patë gruës. Ajo është jyte, e po fshajrin. Nëse ti I thu gruës edhe pa hajbare, kjo është I djallë e gruës, nuk e ti kur ka marë. Ja po fshajrin që gruës e ke shpif lavire, vallaj s'ka me ta folë ditën e gjykimit. S'ka me ta folë hajbarën tonë dhe ka me ta morë haqin, jo ka me ta morë namazin, ka me ta morë sadaka me të madhe, kish kujdes. Edhe qka ti thani nuk është për familjes tonë, sepse ata nuk kanë pas imanin, se ki imanin një vendësie. Nga shqiptarë du të me kuptue, shqiptarë që I konë me shki, qaj këna thonë? Shqiptarë nërshë një në leqit I madhe I vogret se ke pa vlo. Vlo dhe ka leqit. Edhe thëmija ju ka leqit, babës që ka përnu me shki. Se u konë tjetër ideologi, gabuar. Por krasim në besim, është krasim, si kur në tha, me ditë. Shirku të ruar nëzër është, që t'i bëjë Zotit inkarë, t'i bëjë shok Zotit. E të uhidi, një shmeria Zotit do në 3 pjesë. Të uhidi uluhije, rububia dhe isme e sifat. Një shmeria Zotit në ibadet, një shmeria Zotit në kriatur, dhe një shmeria Zotit në emrat e ti dhe cilësit e ti. Nëse dikush e adhërën dikon tjetër jashtë Zotit, ka po Zotit shqip. Nëse dikush e qunë dikon Zot përveç Zotit, a I ka po shqip, si që kemë rasin Zotit Filoni, Zotit Aloni, kuptoni ku e kom fjallën. Kjo është shirk në emërtimet e Zotit Gjelluala, ku njerëzit I emërtojnë me emrat Zotit njerëzit, edhe këtë kemë rezultat të komunizmit të Shqipërisë, ku ata kanë pas emrin shoku Filoni, shoku Enver, e shoku I Fadil, e për mës me thonë fjallën shok, që s'ka të keqe, kur gjohet me thonë shok, ikun edhe dali pej shokut për Zot. Dhe ti kanë thonë shoku Enver, se ti thonë Zot Enver. Edhe kanë bo pej gjunohet e mëshin, pej se lope mëshin gjuna. Ikën prej një që kanë pos me vjetë të tëra, kanë urejtu dhe kanë ngullin një vetë mirë, tash njëri të gjithë mediat, dhe thonë Zoti Filoni,
i që është gjuna për gjunohet mëdha, si skudoja me thonë kërkojnë e Zotë përveç Allahu xhallahu shanu xhallahu xhallahu. Shirku do dy grupe, shirku i madh dhe shirku i vogël. Shirku i madh dhe i vogël i kanë këtë dallim. Shirku i madh e nxjerr njeriu nga ymeti e musliman më në kusht, dhe shirku i vogël nuk e nxjerr nga ymeti ai është ende musliman. Shirku i vogël, shirku i madh, besim njeriu i cili ka bërë shirk të madh e bën me ne gjithmonë në zem xhenemit, kurse shirku i vogël e dënohet por nuk jetë për gjithmonë në xhenem. Shirku i madh të gjitha veprat e mira që i ke bërë ti prish, kurse shirku i vogël nuk ti prish. Çu e kuptojmë këtë? Nëse e shku si vjetën haxh, e mos e ti pe haxhi ke bërë shirk të madh, Zoti të ka dhënë një lop, ose ka dhënë një varr, ose ka dhënë një gura në tjetër, tu ka prish me haxh, me kret ka shku hoxh, duhet përsëri më shkon haxh se më nuk i haxhi, përsëri me të thonë shahadet dhe më pendure, por ndryshe më nuk i jete i çu shekon. Ai shirku i vogël pra nuk i prish gjunohet veprat. Mandej shirku i madh, ai person më nuk është i sigurt jeta e tina, pasuria e tina dhe asgjë e tina, kurse shirku i vogël e bën të sigurt jetën e tina, siç dihet murtedi në Islam e ka dënimin me vrasje. Dhe tash keni dy parë, ndodhin në botë dënimin me vrasje, dënimin me vogël burg të përjetshëm dhe dënime të ndryshme. E atëherë këto dënime të shariati ka të strikta për ata të cilët prej Islamit dalin dhe konvertohen në Islam. Jo ata që kanë pas emrin musliman, ata nuk është gjykimi për ta, se ata që s'falen hiç, sa xherojnë hiç, por ta nuk gjykojnë se ata s'kan qenë vallahi billah, kërkur hiç. E ata të cilët i kanë dhe me namaz, e kanë agjëruar Ramazan, edhe në fund kthehet dhe adhuron dikon tjetër jashtë Zotit, ai është i cili është i kancer në shoqëri që duhet kanceri mu largue. Çka thot Allahu azza wa jalla me këtë çështje? Inna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Zoti çdo sa fal përveç shirkut. Allahu nuk e fal shirkun. Keni kujdes dëruar vëllezër, sepse Allahu xhelalu ala është i ndruar. E dyta, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, të kapni për litarin e Allahut dhe mos përçaheni. Dhe sot jemi të pa përçarje që ndodhen në botën islame dhe musliman. Dhe kjo është tema të cilën duhet me kuptu muslimanët. Nuk duhet asnjëherë u përçarë se përçarja është domi më i madh që i bëhet tani herë shoqërisë. Dhe jeni të pa ndëruar vëllezër musliman, çka është të ndodhur në shoqëri? Krejt përçarje që fol populli dhe përçarja sunda. Dhe Allah xhelalu ala për neve tonë të jem vllazëllak të lidhur njëri me tjetrin, pa marrë parasysh çka ke probleme unë e ti. Kur vjen puna, nuk guxojna mundo, por jem të bashkuar, se Allah xhelalu ala ka thonë: "Wala tanaza'u wa tafshulu, tadhhabu rihukum." Mos u përçani, mos u arbisani, sepse ja u hub erën e juaj. Era ja u hub fare, ha. Bani sikur era plohni hini kur çoset, ju bën çfarë ju. Për ata Allah xhelalu ala ka thonë: "Wasbiru bani sabr", se pa sabër nuk mundesh, inna Allaha ma'a sabirin, se Zoti është me dorëtarët. Allah na bëj dorëtarë. Dhe e treta që Zoti e don është an tuti'u liman wala Allahu amrakum, alaykum amrakum. Që ta respektoni atë që e keni bëu hes. Unë jam këtu. Ta respektoni atë i cili është udhëhec i juaj. Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu thot: "Khiyaru imatukum alladhi yuhibbunahum wa yuhibbunakum." Ai i cili imami juaj është, prisi juaj është, ai i cili do juve e i doni ata. Dhe thot Allahu xhallahu ala: "Pejgamberi yusalluna lahum wa yusalluna alaykum." Lutet për juve dhe lutet ju për ta. Dhe sherri i prisi juaj është sherr ai i cili ju mallkon juve dhe ju e mallkoni atë. Nuk e doni atë dhe nuk ju don juve. Kështu do pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra të nderuar vëllezër musliman, ata njerëz të cilët nuk e doni udhëhecin e tyre, ata janë banorë të xhennetit, xhenamit. Ata banorë të cilët e doni udhëhecin e tyre, ata janë banorë të xhennetit. Fjala është për musliman. Ne nuk jemi të folur për musliman. Ne jemi të folur për atë që Zoti e don dhe e urren. Për ata nderuar vëllezër musliman, e pati ju atë ndodhin e fundit që ka ndodhur në Turqi. Një ndodhi interesante që duhet më përmend dhe duhet me falendëruar Allahun xhelalu ala. Populli i cili e don udhëhecin e vet, dhe udhëheci e don popullin e vet.
pa marrë parasysh nga kush ka vjen, e mbron udhëhecin. Por udhëheci mbron popullin. E kur populli bëhet mbret, kur udhëheci bëhet mbret, dhe nuk e respekton xhamatin e tij, nuk e respekton popullin e tij, e urren popullin e tij, veç vetë jeton për vetën e tina, i ka punë mirë me vllazillakun e tina, me onën e tina, me krahinin e tina, atë Zoti nuk e don. Për ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur, ja Rasulullah, e çka më bëu për me ata udhëhecat të cilët i shohëm të bua keq. A mund të protestu me ne me tyre? Ka thonë jo pejgamberi, bëni sabër. Bëni sabër derisa të falen. Derisa që falin namaz. E agjërën Ramazanin, nuk uzojnë a muqu në atë njërë, me po ngritje, me po këtatione. Por qka me po sabër, derisa Allahu t'ja thën qafën atina. Dhe ja thën qafën. Ju e dini të shmitarë i kemi po shpirt të nga kanë sunue, që besa edhe shumë nga shqiptarë që ju kanë një muhe, Allahu ja thën qafën atyne dhe atyne. Atëhere, qka? Sabër ka po këtë popull dhe në të mos, sa që e ka shti me re burrin, gruja burrin, burri grun, dhe vllom, edhe motra vllom, e ka shti me hapër briskun e rojes, me shti briskun e thejve në bark, edhe kanë po sabër dhe sa zullumi shtrashit putet. Për ata ndëruar lezër, Allah të të risen e i donë. Kanë që ta adhurojmë që Allah më të mësibojmë shok ati, që të jemi të lidhur e jetu për shumë, dhe të përkrahim udhëhecin tonë, sepse ai që është udhëheci jo, ne kemi tonin dhe do ta përmbrojmë pa marrë parasysh sa të është rrugën Allahut. Kur është gabim, atëherë gabimi nuk përkrahet asnjëherë. Elusim Allah në zbaqe që Allah të na falë kullu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.